Mirë mbrëma dhe mirë se po takohemi të dashur miq, kudo që jeni duke na ndjekur. Java kalon shpejt dhe çdo të martë në mbrëmje jemi këtu për të diskutuar dhe për të kaluar në kohë me personalitete dhe njerëz të cilët një jetë ja kanë kushtuar punës, profesionit, por edhe ngjarjeve tjera që lidhen me kontributin e tyre jetësor. Të gjithë ne e njohim doktorin Besnik Bardhin në fushën e ORL-s. E njohim për profesionalizmin e tij dhe angazhimin e vazhdueshëm që ka pas në këtë fushë. Por shumë pak ndoshta dim për fragmentet e jetës së tij, për mënyrën se si është shkolluar, rritur e edukuar, për sukseset e familjes e mbi të gjitha për njerëzit të cilët rrugtuan bashkë me të. E këtë më së miri e bëjmë në emisionin Një jetë në një orë, sepse ky emision çdo të martë të sjell fragmente jetën nga njerëz të ndryshëm. Doktor, faleminderit që pranuat bëni pjesë e këtij emisioni. Mirësevgjeta. Kënaqësi të kthehemi në kohë dhe t'ju njohim në një dimension tjetër. Ndonë se ju njohim si profesionist në fushën e ORL-s, të cilën ju jeni përpjekur ta punoni me shumë përgjegjësi dhe llogaridhënie në secilin shërbim që keni pasur ndaj pacientit. Do doja ta nisnim këtë diskutim të sotëm. Çfarë është pacienti për ju? Pacienti është jo objekt pune, si që në profesionet tjera, po pacienti është si figurë e shejt, se cili që vjen shof në të një shejtëri thjesht, sepse fakti që ai troket në derën tënde, ka një besim plot, do të thotë personalisht e unë dhe të kolegë tjerë, për t'i shërbyer. Vinë me fëmijë, vinë me pleq, dhe është, domethënë, një kënaqësi e madhe kur të kontakton me pacienta, sepse është një dëshmi që ai person, ata pacienta kanë besim të plot, me qenë se të shtrojnë problemet të cilat i kanë ka ona shëndetësore. Natyrisht, po. Ne sot kemi zgjedhur disa fotografi bashkë me ju, kuptohet, dhe do të kalojmë në secilën prej tyre. Fotografit edhe ju jeni ndonsa aktiv në rrjetet sociale, besoj e çmoni fotografin. Unë jam fotoamater që nga klasa 6 fillore. Po. Në shkollën Mazon Kpuska kemi pas fotoklubin, edhe i ndjeri arsiktari Mesin Lama ka pas kriju një grup. Prej atëherë këmë zhvillu film Bardhezi. Mandej këmë bo laboratorin në shtëpi, edhe jo marë intensivisht me fotografi. Përveç asaj, jam një prej trallëve me kinokamerë që këmë operu, do më thonë, prej vitit 1972. Kam video incizime tjerë zakonshme, të cilat i këmë digitalizu në ndërkohë, dhe i maj edhe familjare, edhe të aktivitetet ndryshme shoqërore. Këtë diskutim të sotëm e kemi nisur me 2 portrete që besoj janë prindrit e tua, po? Po. Na fol pak. Pse zgjodhe ta fillosh emisionin me këtë fotografi? Baba Rasimi, për fat keq, ka ndru jetë shumë herët, unë e kom qenë moshën 1 vjeçore. Baba ka qenë i shkollun në Institutin për Djem të Bujqësisë, do më thonë Institut Amerikan në Kavaj, dhe atje ka diplomu në vitin 1938, koha Zogut. Ajo shkollë ka qenë e finansuar nga Amerikanët, konkretisht nga Eriksoni. Një figurë shumë e njohur në historinë shqiptare, po ende si kemi dalë hakut për punë që i ka bo. Edhe faktikisht unë jam rrit pa njenin prind, që është një handicap jashtëzakonisht i madh për mi, sepse baba paraqet anën e fortë të një individit. Mirë po, në anën tjetër, nana Taibe, ka bo çmos që neve 3 fëmijëve, unë isha më i riu, që neve 3 fëmijëve, Petritin, Bardylin edhe mut, në rrit dhe në shkolloj si ka hije një nane. Çdo admirim.
Çfarë kujton nga fëmijëria me nanën? Nga fëmijëria kujtoj kushtet jo fort të mira materiale, edhe mirë po nanën tjetër një dashuri të shumë të madhe nga ana saj për ne fëmijët. Na rriti dhe na shkolloi si thash më parë me faqe të bardhë, edhe na edukoi si o mas miri, do thotë. Po të tretë jemi munduar që t'jemi të integruar në shoqëri, në punë me faqe të bardhë. Kuptohet. Pas kësaj fotografie do të kalojmë tek një fotografi tjetër dhe të shohim cila është koha kur do të kthehemi. Këtu është kohë shumë e vjetër. Po. Mund t'i ketë ndoshta edhe 100 vite. Këtu është nanën e majtë, babai im, Rasimi, nanën e djathtë është Shabani Axha im, në mes është gjyshja Gjemile, Gjemile Vranica, bjemën e ka pas. Këto dyjat janë hallat e mia, kjo është halla Gjevrije, edhe kjo halla Hidije, që i thonë. Sa flet shumë kjo fotografi. Kjo flet shumë dhe tregon për nga vesha që kanë qenë familje shumë përparimtare. Gjyshi im ka qenë në atë kohë këshilltar i qeverisë lokale. Këshilltar i qeverisë lokale dhe ka arrit të shkolloj 2 fëmijë. Baba, si që thash, ka qenë në Kavaj, shkollën e bujqësisë. Axha ka qenë në Politeknikumin e Fulcit në Tiranë. Domethënë dytë kanë arritur mu shkollu. Shumë interesante. Pas kësaj foto 100 vjeçare, ku jemi tash? Kush është ky personazh? Meqense se baba ka kryer shkollën në Shqipëri, këtu është në uniformën e ushtrisë Ahmet Zogut, mbretit. Mbretit Zogut. Po. Kam shumë fotografi, janë shumë fotografi interesante ku shifet baba me shok, në teren kur kanë qenë gjatë ushtrimeve. Domethënë ju prej familjarëve, a jeni rritur pak me këtë periudhën e Zogut si kanë qenë, ju kanë tregu familjarët? Me që baba ka ndru jetë shumë herët, në atë kohë informacionet ishin shumë të pakta. Për rrethana objektive, se ishim këto ku punë edhe nuk ishim mundësi me udhëtu për Shqipëri. Sakt. Po, mandej, pas përfundimit luftës, morëm informacione. Unë i kisha këto fotografi, edhe pasuria ma madhe që më kalon, baba Rasimi është diploma ti. Unë atë diplom e kom shumë shpesh e kom shfletu, edhe ka qenë inspirim i pafund për mu që duhet vazhdoj rrugën e arsimimit edhe mos ta ndërprejmë. E vërtet. Kalojmë te një fotografi tjetër. Kjo është fotografi shumë interesante. Unë këtu jem 6 vjeçar. Kjo është nana ime, gjyshja nona Dojës, Hadi Shehu djali Dojës, Petriti vllau im i madh, edhe Bardhyli. Hadiu këtu shumë i ri me Petritin, do të thotë. Domethënë tash këtu përmes kësaj foto unë personalisht besoj edhe shumë qytetar po e kuptojnë lidhjen e ngushtë familjare që pas keni pas me Hadi Shehu. Bile duna me theksu se si jetima që pa të met në atë kohë të vështirë, kam një mirë njohje të veçantë për familjen e Dojve. Kanë qenë shumë të kujdesshëm, sepse ndihma tyre edhe morale, mund të them edhe materiale, ka qenë jashtëzakonisht e madhe. Doja Shegjajdini me djem Nexmedini, Hadia, Jahjaja, Ihjaja i vogli dhe 3 vajza tjera. Bani mend shumë nga ato takimet e shpeshta. Po shumë shpesh kemi shku në atë kohë shkëshim me bujt. Kuptohet. Edhe nër një javë asnjëherë na kanë lëshu. Kështu janë kujtimet të jashtëzakonshme. Sa ka qenë nëna duke rritur vetëm edhe 3 djem, po e shoh që 3 meshkuj, besoj që sa ka qenë autoritare kjo në raport me ju 3 meshkuj? Sikur ta kishim pas babën, ndoshta kishme qenë situata ndryshe. Mirë po ne shumë shpejt jemi pjek të i parë rrethanat. Edhe të i parë rrethanat ne jemi mundu me ndihmu nanës sa më shumë.
mos me I bo probleme. Kemi qenë 3 vllazën shumë turt, Po. jashtëzakonisht. Thash edhe pak më parë se mungesa e njërit prind, sidomos e babait, është një handicap për fëmijët, sepse zhvillimin personal, emocional, përgjithsisht. Të tërët kemi qenë shumë emotiv, shumë. Pikërisht e lo arsyeën e mungesës babës. E vërtet. Edhe sot mund të jetë shumë njerëz kjo situatë, natyrisht. Kalojmë te fotografia tjetër. Shkolla, vitet e para besoj të shkollimit. Kjo është Foshnjorja. Kjo Foshnjorja, këtu është mësuesja Gone, shoqja Tafil Hoxhës, nana Faton Hoxhës, kirurgit, njoftën. Edhe këtu janë në fakt një gjenerat para meje, sepse unë kom hi shumë I ri në Foshnjorë, pastaj edhe një vit prapa kom qenë 2 vite kom qenë në Foshnjorë, prapë kom qenë I ri edhe në klasë parë shumë herët. Këtu janë figura shumë njoftuna që I njofin gjakovar duhet me njoft. Këtu për shembull për mi kokën e mësuesës Gone është Gazmeni Sufi që ekzekutuar në Serb natën e parë. Po. Gazmeni Sufi. Këtu Masardushi, arkitekti. Ky është Flamur Gola, ky Nevruzi, Avdi Kusari, kënajne. Albert Zajmi, Agran Zora, Rëshdi Luka. Ky tjetri është djali mësuesës Gone, Fatmir, skulptor I njoftër është. E tjera do të thotë figura që... Edhe sa shumë, doktor, sa shumë I madh numri nxënësve? Po, kjo një klasë. Po. Një klasë ka qenë, edhe shumica nga këta janë sot intelektual, ka dhe të ndjerë, si që përmenda vëllavin e Begjet Golës, Flamuri, kom pas shok në gusht, zbashku me doktorin Afida Fotën edhe Lulzir Mirzanollin, njëtë 4 kemi qenë pandashëm në gjimnas, po fatkesisht Flamuri vdiq shpejt herët. Kalojmë te fotografia tjetër? Këtu jemi në konviktin numër 3 si absolvent. Absolvent. Si absolvent. Këtu në të djathtë është shoku I dhomës Simir Im Gzim Gjara, njifet sot si pediatër I njohur, Agron Pupa I ndjeri, edhe ky do të thotë mjek më vonë vdiq, këta tjerë pashtu kanë qenë paviljon disave. Hajtë të më trego doktor pak për jetën studentore. Ne kemi qenë absolventa edhe me një dhomë në kom da me Gzim Gjarën. Gzimi inshallah ma bën halal, që thojnë, sepse e kom rreziku shumë me një rast kur bën një bastisje edhe arrita që të marrë materialet propaganduse prej shokëve të paviljonit edhe t'i lajmëroj që do të bëhet një bastisje e madhe në paviljon. I mora edhe I shtina për fundi krevatit të Gzimit. Po. Bile edhe një revole ja mora njenit. Ti studentat një shqiptarë kemë barak vasi materiale propaganduse të marksizm-leninizmit asaj kohë prej Enver Hoxhës. Edhe I ku marrë gjitha ato në shpejtësi të madhe I ku fut për fundi krevatit të Gzimit. Ishte në dieni Gzimi për këtë veprim? Po, ishte në dieni. Edhe kështu shpëtuan nga burgosja një numër shumë I madh I kolegëve. Lajmin që do të hinë në bastisje, ma dha një koleg I yni Sërb, edhe atëherë ai ka qenë absolvent I mjekësisë, Milutin Andrić, ka qenë anesteziolog. Ai pas luftës si gjithë tjerët ikën, edhe fala ati, I cili rastisht I shpëtoi goja më tregoi, unë e kom kry këtë aksion të rrezikshëm për mua dhe për Simerin. Që ato thash inshallah ma bën halal. E vërtet. Se ka qenë më vërtet rrezik I madh. Po ti kishin zonë. Ato çka I patëm në krevet. Burgosja e domosdoshme. Burgosja ime edhe plus ata tjerë se na kishin dosje na kishin bo presion ku I morët këtu. Unë thash njenit kur kom hi me I dhomë, e kom thonë shka keni gjana të rrezikshme
literaturë të rrezikshëm mjet më shpejt, ai u hamend njerë për revole. Në fund e ka hek jastekun, ku marrë revolën, ku më shtin shok, kështu që për atë revole ka qenë interesant edhe anën tjetër, se aty kanë qenë fakulteti teknik edhe fakulteti mjekësisë. Po. Në Prishtinë doktora apo diku tjetër? Në Prishtinë konvikt, tu ishim absolventa. Edhe ata që u zunë ka fakulteti teknik, sepse nuk në premtoj kë kohë ata është më shku mi të rëgu dhe atyne. Ky aksion që e kemi zhvillu ka qenë shumë i shpejt. Kuptohet. Nuk arritëm të thëtë edhe teknikës me i lejmëru. Edhe shumë nga ata që i kanë zonë me materialet tila, kanë përfundu në burg. Edhe ju kanë hupë edhe drejtin e shkollimit. Më thonë, ka qenë me pesh. Ka qenë me pesh jashtëzakonisht madhe. E këtu, thash inshallah gëzim ma vënë Allah. Do t'a pysim edhe atë kur ta kemi. Gjithmonë jemi ngus në drejtim. Do t'a pysim publikisht nëse do t'a dënë halal. Kalojmë të fotografia tjetër. Këtu jam gjatë specializimit në klinikën e ORL-s Prishtinë. Këtu jam me një mik timin, specialist i ORL-s nga Struga, doktor Hasan Jakupi, i cili si subspecializim e ka pas rinologjin, edhe 30 vite kemi punu bashk me estetika të hundës. Mandej, masi e kum rëshu spitalin Gjakov, e ky nuk ka zgjatë as 5-6 muaj edhe ky e lëshoj, atjerë kemi punu privat. Më thonë, edhe ky, edhe unë kalum praksën privat. Kjo është një motër aty në kujdestari ishim këtu, në bani qaj, dhe kjo lapione, si që kanë edhe zakon me përvlu qaj në... Këto netet e kujdestaris janë të mira, sa do që janë të lodhshme, kanë edhe kujtime interesante, sepse gjithë që kanë ndodhë gjatë natës. Pa tjetër, kur e donë profesionin, shef që je vazhdimisht i vlefshëm në shërbim për shërimin e dega ORL-s nuk ka veç hunë veshfit, po është dhe kirurgji cervikofaciale, dhe më thonë kirurgjia qafës edhe lëndimet e ftyrës. Kështu që kishim raste kirurgjike jashtëzakonshme. Mu kujtohet një rast, kom qenë me profesor Talat Pallaskën, ka qenë verë, edhe ishim tullur para klinikës. E shof një djalë të vrapun drejtim tonin me shpejtësi të madhe të majtë veshin, me një dorë majke diçka në vesh, me dorën e djathtë majke veshin. Kur afru e pash që veshin e ka pas të këputun. Para mendoj. Veshin e djathtë ka pas të këputun, edhe ka bo fjallë me njenin aty, me dhamë, si Tysoni, kur boni atë gjestit, ja ka këput veshin, edhe ky mos su marrë ma të personin, është marrë me veshin e vetë, prej plunit e ka marrë vrap të na. Është shumë interesant fakti që mas je qepëm, mas 2 dite, gzim ma të mas ka pas, kur ku pas që është rogë, dhe më thonë, është kooperu mirë veshi edhe e pas që u pranu prej organizmit, edhe pse ne e pastru mirë me jodë me materi antiseptike, mirë po ato jënë raste të ralla, kur pranohet, u pranu. Fati ti. Fati ti. Puna juaj, por gjithsesi edhe fati pacienti. Ati deshta me thonë që kur të krijon knjasi profesioni, harrohet mundi, harrohen gjitha. Shumë e vërtet. Do të kalojmë te një foto tjetër. Këtu është nëntori i vitit 1990, kur kom themelu Këshillin Iniciativ të Partisë Shqiptare Demokristiane, edhe mandej me votat në mshefta prej kryesisë posa zgjedhur në këtë kuvend, u zgjodha dhe kryetari i degës së Partisë Shqiptare Demokristiane për Gjakov. Në qendër ishte Lazar Krasniqi, ati i ndihmova që të mbajnë Gjakov, se në Prishtinë ishte pa mundër me majtë kuvendit të Melus, për shkak të rrethanave politike. Në Gjakov, në sallën universale, këtu Pallatit Kulturës, arritëm me majtë kuvendit të Melus, në nivel qendror, mas 10 ditë është majtë themelimi i degës. Këtu jam në hyrje të prezentu programin,
ku mes tjerave deklaroj se në rast të shkatrimit të ish Jugosllavisë, Kosova duhet bërë e pavarur. Ka qenë rrezik i madh, sepse kishte argjend shumë polici serbe brenda. Edhe mirë po unë... Si arritët me pas atë fuqin e interpretimit e kësaj thënie? Në ato momente kur kom qenë këtu, kom qenë shumë i ri dhe shumë entuziast. Nuk kom pas familje, nuk kom pas fëmijë. Ndoshta, kish me qenë frenë e madhe, do të thotë fakti që ke familje dhe duhesh veprimet me pas më të matura. Mirë po këtu kom qenë fighter. Kuptohet. Ta them të ndodhë çfarë të ndodhë. Fighter kom qenë edhe fare nuk jem lodh. Po. Për fat kom shpëtu. Po, në natyrisht. Pra pikthehemi profesionit. Kjo është një fotografi... Pse është e rëndësishëm ky pacient? Në 97-ën është po kjo fotografi. Kjo është fotografi me djalin e Binak Bordoniqit, ky djali tash është i rritur. Sa ardh vjen në ordinancë shef, se edhe në për shumë reklama ka qenë pikrisht ky djali. Kujtohet ka qenë dita Bajramit. Po. Edhe Shkelzen Rexha, një mik i imi ngushtë. Fotografi. Shok prej studimeve, si merr edhe ato kum pas, po erdhe shfrytzuam rastin me fotografu, dul një fotografi e mrekullueshme. Si zakonisht Zeni e ka profesion edhe fotografinë e ka të vazhdueshme. Po. Fotoja tjetër na sjell. Fotoja tjetër. Jam këtu me dy të ndjerë. Po. Jam me biokimistin Bujar Domin, edhe kolegen e profesionit ngushtë, domethënë Arsim Hoxhën. Për fat keq, dy të vdesin herët, sidomos Arsimi ka vdek në moshë dhe më të re. Kam përshtypjen shumë të mirë si koleg. Kemi shku shumë mirë edhe kemi pas... Si do t'i veqoje me nga një fjali këta dy profesionistë? Bujari ka qenë profesionist, e ka njoft profesionin e vetë, edhe Spitali Gjakovës ka pas shumë interes të ketë një personalitet si kë. Në më thonë një kodë gjatë, e ka majtë biokimin, laboratorët i ka pas në nivel plakmushëm, në më thonë s'kem pas shka mjë lakmu qendrave klinike për shemë, laboratorike në nivel qendror Prishtinë, tutje. Arsimi ka qenë shumë i vëmendshëm, njëri shumë i edukun, shumë kolegial dhe ka mendimet më pozitive për të, si koleg. Po, natyrisht. Kalojmë te fotografia tjetër? Këtu janë fillet e praksës sime private, dhe më thonë me kushte modeste, një shqitore afër banesës e pa ta marrë me qira. Kur fillove punën? Faktikisht kom nisë prej zerës. Kur kom lënë, se këtu është para se me lënë spitalin. Në vitin 97 kom dalë privat, të më thonë. Me një shqitore në shtëpi të këtij Hoxhës përballë Institutit Veterinës, shka është ajo, që aty ka qenë. Edhe me njoftësi dikush ndihmojke për mobiljeri, me kredit, gradualisht. Atëherë ka pas pak ordinanca private në një farforme. Pse pave vetën ti? Ku e ndivet nevojshme që duhesh të punosh edhe individualisht? E ndiva nevojen sepse varfëria që mundojke në rini, ju thash, ka qenë vazhdimisht prezente ajo ndjenja e varfërisë, edhe friga që mes prap pat holla dhe pa përmirësim të jetës financiare. Ndërdia vepron vazhdimisht. Vërtet. Edhe më lindi ideja që me fillu prej zerës. Faktikisht unë kom nisë prej zerës. Janë faktet, edhe janë njerëz që muj me falenderu këtu atë ta fil bardhin për shembull, që më ndihmoi për do drasa, do me bo, do mana, që më kujtohet, mandej kujtim Leshi, pat huazu disa tollat, cilët shumë shpejt ja kom kthy,
sepse puna fillon pacienta me martë, edhe jam mundu gjithmonë që mos kuritem me pacientë. Gjithmonë kum pas atë frenën edhe bindjen që unë me pacienta nuk bën kur me u kurit, me u ngut, rastet sociale me Radio Gjakov, vazhdimisht i kom njoftu para luftës pensionerët, punëtorët e arsimit, edhe rastet sociale të unë nuk kanë pagu. Pastaj edhe Shqipërisë, është fjala para se me fillu taksa, dhe më thënë, periode të kësë që mirët, ata kur që ku pagu, janë dëshmitar, muin me vërtetu edhe vetë, edhe jam shumë krenar për ato veprime. Në kita është me qenë njerëzor, human, të kategoritë të saktuara. Ne jemi tirun, për ndryshe, mos e maj mantilin e bardh fara dhe... Po, natyrisht. Dhe gradualisht kalojmë tek një fotografi tjetër, doktor, në shpije në vitin 1989. Këtu, pas 2 viteve që qëndrova në Prishtinë, shkova në vazhdim edhe të ngritjes profesionale dhe të specializimit dhe 2 vite tjera në Zagreb. Këtu shifën kolegët, kjo është Ivo Padovan, një pash i arbrezhve të Zarës. Shife? Po, edhe kjo është doktor Plester, i cili i pari në Jugoslavi, ishtë Jugoslavi, ka vu pikrisht me këtë rast kur erdhë prej Gjermanisë protezat titaniumit. Kom qenë dëshmitar, kur ju hek fasha pacientës, filloj me qajt rënë histeri, sepse për herë të parë ndëgjoj. Që në rast nuk e harroj atë moment. Kur ky është Petric, shumë shpesh kemi operu bashk, gjandrën tiroide, kjo është Ribaric, profesoresh, e cila pas luftës në Kroaci u deshtë me shku në Beograd sepse bashkëshortin e kishë serb, për shkak rrethonave politike. Ky specializant kolegi imi, mocanik imi, Kallogjera. Morën një përvojë interesante atje? Shumë ku marë përvojë interesante, jo veç nga ona profesionale, po edhe nga ona e luftës përbashkët ndaj armikut përbashkët. Pikrisht profesori, që Juceka, në çdo mëngjes më thirr që pishim kafe e për ndryshe, e ka pas një kabinet një 20 metra gjatë, edhe me hi në zyrë ti ka qëndash me protokoll. Edhe më pyet ke vazhdimisht çka ka ndodhur në Kosovë. Fillova dyshoj më s'është një dyshim. Kur më tregoj që është një pash i arbrezhve, konkretisht i shimet dhe shpalit të Zarës, atëherë u shlirova dhe komunikimi ishte dhe kuptoj edhe ky pse isha. Fal ti, i cili më njoftoi me Ministrin e Shëndetësisë qytetit Zagrebit, Slobodan Lang, dhe fal ti u hapën portat për veprimtari politike të lirshme. Do të thotë, ne krijuam një grup shumë efektiv në aktivitetet politike. Isha unë, Ferhat Imeri, i cili tash është në Amerikë, edhe ajo është doktor, Flora Brovina, Talat Gjinolli, Sali Krasniqi. Ky grup ka funksionu më mirë se disa institucione partijake legale shqiptare në Kroaci. Punë të matrone kemi bo, Një prej tyre ka qenë simpoziumi për helmime Kosova, Sprove, ndërgjegjës mjekësore. E kemi fotografin pas taj, dhe do të flasim për atë pjesë. Profesori Padovan është më përgjegjësi, më meritori për aktivitetin tim politik në Kroaci, me peshë jashtëzakonisht madhe. Po, kuptohet, sa e mirë kur kuptoheni. Po, që sërish me profesorin, në kabinet profesorit këtu, unë isha ditë kujdestar, edhe bën fotografi të cilat kanë mbetë kujtime. A janë këta profesionistët si ky të gatshëm me dhënë anën profesionale të specializanti, si që keni qenë ju aty? Ajo periudhë ka qenë
kur ka ndodhur si më thonë, një unifikim edhe një kujdes i veçantë ka qenë ty në ndaj nesh. Po. Jo veç ndaj meje si shqiptar. Po më ndojnë qëtë profesion. Mirë po unë edhe me kolegë tjerë shqiptar që kanë qenë klinika tjera, e kom dëgju prej tyne që stafi profesional i kolegëve lamive të ndryshme kanë qenë shumë korrekt ndaj shqiptarëve. Nuk kom asnjë vërejtje, përkundrazi, edhe me këtë rast, ju falenderona shumë për atë që kanë transmetuar te unë. Shumë e bukur. Kalojmë te fotografia tjetër. Këtu jemi në lokalet e familjes Simon dhe Mikel Kuzhnini. Ku është kjo familje? Ky është në Zagreb. Po. Ky është Simoni, Mikeli Binesh për ndryshe, Binjak. Mikeli ka ndrujet për 3-4 viteve. Këtu është kryesia që punonte për themelimin e shoqatës humanitare Dan Tereza. Cila s'ishte asgjë tjetër veç se institucion politik. Kuptohet, e vërtet. Në umbrellën e asaj shoqate ne i kryeshim veprimtaritë politike me shumë peshë. Edhe ilegale, besa tash më thonë. Thirrëshit si shoqat humanitare, po me të njëjtën kohë misioni ishte ndryshe. Kryet ishte politike. Ësakt. Këtu është Femi Vula, cili pator në Safir, në Zagreb, Sali Krasniqi, kirurg. Ky është Pero Gotovac, një këshilltar i Tuđmanit në luftën e fundit Kroaci me Serb. Mikeli do të thotë, kjo një deputete kroate, Aleksandar Stipčević, albanolog ilirolog, me të cilin komunikojshim gjuhë shqipe. Sa bukur. Ky komunikoj ke shqip me ne. Enver Pula, stomatolog nga Gjakova, edhe ky ishte mysafir sepse ishte i ikur prej Kosovës, puna e... Takimet e juja si kjo e kësaj natyre, çfarë karakteri kishin? I kishin karakter organizativ, po, që ta themelojmë edhe një institucion shqiptar në mes të Kroacisë. Domethënë, kjo është majt kuvendi në Vatroslav Lisinski, po na kishim për krahun e plot një deklaratë të cilën e shkruajsha për shembull, ose shkruajshim së bashku me koleg, nuk kish problem me u emitu apo do në televizionin kroat, apo radio, apo në shtyp. Hapësirë mediale. Hapësirë mediale të hapur ju konvenonte sepse ishte armiku i përbashkët. E vërtet. Po, në rrethana të tilla, sidomos simpoziumi për helmime, kom qenë jashtëzakonisht i rrezikuar. Ky ka dhënë një epizod. Erdhë nëna ime mas 5 muajve se më kish po. Erdhë në Zagreb, erdhë me një ekip të aulonës, fabrikës elektromotorave. Edhe më thirin në kikoja, më duket ka qenë, tha doktor, ta kemi sjellë dikën në Zagreb. Tash vllazit në ilake aty këtu. Jo, valla tha bis nonë dha që shkoj mendja për të. Tash çu s'm ka shkuar mendja që 5 muaj ditë se kum po. Edhe më herë kom shkuar në hotel atje, u takova me nanën. Edhe e shëtita. Megjithëse isha e zonën, kisha shumë takime lidhur me mbajtjen e simpoziumit. Po. Sidomos me ministrin e shëndetësisë qytetit Zagrebit, Longun. Ju them sinqerisht, mas 3 dite, në tramvaj, për më thot nona, tha, djali jam, tha, pas ke i shumë fellin këto probleme. Filloj mu friksu. Ja. E po, personin cili mu kish ba si hije edhe përcel ke vazhdimisht. Me man t'jellë bardi, një fqyrë në breft, ai i sigurimit shtetënor Jugoslav. Mirë po, mu kish ba si hije, une nuk e mlike për shtype e punë. Nana për 3 ditë e identifikoj, ajo brengosja e prindit më ka habit me çfarë aftësie të observimit, sa shpejt e identifikoj, i thash më su mërzit se ka njerëz që edhe mu më rëujt edhe një që ka shukrit, a inshallah Zoti të runë. Kalojmë të fotografia tjetër. Këtu po ashtu jemi të Zekria Cana. Simoni në shtëpitë Simonit. Po. Shtëpia Simonit dhe Mikelit. Shtëpia Simonit pas ka qenë shtëpi politike. Aty ka qenë bazë.
Aty ka qenë vazhdimisht Anton Qeta, ka qenë ky Hasan Baruti është i Mitrovicës, vllaun e ka pas kaplanin Smutin klinik, edhe vazhdimisht u takoshim. Çdo hap, çdo veprim, çdo asi ka qenë e koordinuar pikërisht prej shtëpisë. Domethënë nuk kemi bë asgjë pa pëlqimin e gjithëve sa ishin. Ka qenë një koordinim i mirë. Një koordinim i shqiptarëve të atjeshëm. Jashtëzakonisht i frytshëm me suksese, sepse lufta propaganduese që ne a bëjshim karshi luftës propaganduese të serbëve ishte e mrekullueshme. Kalojmë te fotografia tjetër, doktor, sa fotografi të bukura. Këtu është një sekuencë nga të helmuarit në Spitalin e Gjakovës. Po. Do më thonë, motrat e nderit kanë dhënë një kontribut të cilat kanë qenë të punësuara, kanë dhënë një kontribut shumë të madh, këto janë po ashtu motrat tonë. Ky është reporti i pediatrisë. Një periudhë e vështirë, doktor. Një periudhë jashtëzakonisht e vështirë, po këtu është një foshnjë. Kjo foshnjë tash nuk e njoh, nuk e di si e ka emrin. Përmes këtyre rasteve e kemi thyr teorinë në simpozium të ekipes sërbe e cila udhëhiqej nga Ljubomir Erish, profesor me renome botnore, i cili erdhi enkas prej Miloševićit me 5 kolegë tine, e plasoi tezën e induksionit psiqik kolektiv. Do të thotë, tha, këtij induksioni psiqik i nështrohen mosha mbi 19 vjeç. Dhe ju kishit fotografin tash. Ne tu bisedu, tu referuar temën e vetë, punimin e vetë, erdhë më duket Gzim Gjara, sepse une, si lokalist që jemi Gjakovart, thira vetëm në spital rajonal Gjakovës. Edhe të klinikës Prishtinës, 44 mjek i kumë thirë, kumë bo, dhe më thonë, një gjest, që nashtë ta këshirë mujtë në më kritiku, i kumë thirë dhe ka qenë drejtori Agrand Zajmi, Gzim Gjara edhe Ilir Beqiri me një punim të vetin. Tu referu temën e vetë, Franjo, ky Ljubomir Erish, erdhë Gzimi, tha kemi raste të foshnjëve të helmuara nga institucionet parashkollore. Edhe si isha në kryesit punës, kisha profesorin Dolenc në kratë djathë, për ndryshe e kishte nënshkru raportin e Komisionit 2 Federativ, sepse ata u ngutën federata me bo edhe një raport për mi naj pandam kuptohet këti raportit, po. Edhe tha, vishë sa ta krynë, e kreu, i tha kolega Erish, e kom një pyetje për ju, si mund të asqaroni faktin se në Gjakov ka raste të helmuarve foshnje nga institucionet parashkollore, sepse nga punimi ju i... Doli që duhet me qenë të rritur. Duhet me qenë mbi 11 vjeç. Tha, duhet të sajoj diçka. E ka ullë kokën edhe ka shku të kolegët e vetë atje. Mas simpoziumit kom shku, i kom ofru dreken e përbashkët që e kishim organizu, nuk pranon. Shkun. Sepse e kanë dështu në tezën e tyre. Dështun. Natyrisht, kalojmë të... Edhe që ata tash ka rëndësi jashtëzakonisht madhe. Këtu është kryesia e simpoziumit. Pa. Unë jam i pari. Kush është ky në mes? Ky në mes është Slobodan Lang. Që ky është ministri i shëndetësisë i qytetit Zagrebit, me të cilën e kom përgatit simpoziumin. Ideja ka qenë e përbashkët, ai ka qenë Zenel Kaboshi, rektori i Universitetit të Prishtinës, Kosovës. Po. Kalojmë të... Serbia të mos i fsheh helmimet e vitit 1990 në Kosovë, shkruar... Beqir Sina. Po, Beqir Sina. Beqiri e kërkoj nga unë një intervist shumë të gjatë. Kjo në 3 numrat të botës sot është publiku. Kjo është një prej faqeve. Dhe më 3 ditë radhazi ka qenë... Ju këtu e patët një intervist në lidhje me... helmimet edhe në përgjithësi me situatën politike në Kosovë. Natyrisht. Do të interesoj ke
mendimet e mia, bindjet e mia pas luftës, isha kritik, me ju thonë drejtën, sepse ato çka kemi andru që do të ndodhi në Kosovë, një pjesë e vogël ndodhi, ma madhja ndodhi. Sërb të largoni. Mirë, po rrjedha tjera shoqërore nuk janë të këndshme. E vërtet. Kalojmë te fotografia tjetër. Këtu kush janë këta njerëz, po jo veç Sali Berishën, të tjerët jo. Këta njerëz, kur isha kryetari i Partisë Shqiptare Demokraciane për qytet Gjakovës, u boni kërkesë nga qendra e partisë që unë të udhëheqi në nivel qendror një delegacion në Shqipëri. Ishte misioni imi që të bisedoj me presidentin Ramiz Alia, kërkoj prej tij 2 shtetësinë për biznismen shqiptar. Ju si demokristjan, domethënë. Si demokristjan. Po. Dhe këtu është Ridvan Peshkpia, një ish deputet, Ilir Bytyqi, Zef Komani, tash neuropsikiatër, profesor Saliu Bandej, unë një aktivist i Shqipërisë edhe Myrteza Muaxhiri. Po. Kemi pas kontakte me shumë ministra, kemi pas me Aleksandr Meksin, dhe ditën e 2 apo 3, mas ishtë saktu takimi me Ramiz Alin, erdh Arben Gjigjo, një kolegi juaj i Zërit Amerikës. Mirë po atjerë ka qenë redaktori radios jashtme të Radio Tiranës. Erdh Hotel Arbëria, intervist, pse keni ardhë, qysh tek, i thash që kemi ardhë për bashkëpunimin ndër partive shqiptare me ju, nuk i tregova pse kisha ardhur në Shqipëri. Edhe mes tjerave i thash që komunizmi është ideologji e huaj për shqiptarët, si i tillë duhet shtrënjohet nga gjitha trojet shqiptare. Nuk ka shku as një orë emisioni ishte emitu, ka ardhur Ridvan Peshkpia, edhe veç se thej derën e hotelit, dhomës. Doktor shka bone, më thiri sekretari i protokollit Ramiz Alis, je person non grata ati me gjithë antarë tjerë, duhesh me ikë prej Shqipërisë sa ma shpejt. Pse më Ridvan, sa ti e di shka ki folë. Shka ki thonë, po. Edhe, pju të rgoj këtu në antarëve, ishin pajtimit gjithë. Me u këthim brapshte. Me njëherë me ikë. Une kisha me shku në Durrës, me i marrë do roba se në vike turp, në të rëgut vërtetën me dalë me kostume, që edhe takimet i ku majtë me gjinsa. E shkova të Halla, se Halla ka qenë në Kod Zogut, e martum atje të Gojansit, edhe ku ishi Hallës ishë Beni, vllau i Anton Qetës. Iliri ish përcjell si Bëcës Anton, pajtim gjashave për në Malësit Gjakovës. Edhe pi lajmërojmë edhe Bëcën Anton, ja të regoni rastin. Bëcën Qazime, erdhen u takum, tha na nuk ju shojnë vetëm, tha ju likvidojnë, tha ku ka bo skandal i madh, këta me kerë na mrapa atyne. Kur kem shku në Kufina në zonë neutrale, ndajtëm, i pam që 2 pleqve ju nxorë dhe karrikat i kanë nxjerrë të makinës që ashtu i kontrolu. Kur e pam çfarë situate jemi të rrezikshme, se na prizonës neutrale e ka pa Ilirit, tu ja bo baba e vetë, Bëca Qazim, largoj, ikni për i këtuit. Imi shku në Selanik. Atë na, tu këthujmë edhe njëherë në Greqi, sa atjerë ka Greqia, dilëshim në Shqipëri. Shkumë edhe njëherë në Selanik, edhe bisedoj me babën Iliri, të regoj që keni qenë rrezik të madh, me pas kalu kufinin, ishit arrestu me njëherë. Kishim video kaseta, kishim fotografi, për i Mërtëzos, regjistru takimet me ministra, me Sali Berishën, me krejt, kështu që ne shpëtum, e mandej jemi dalë me një pikë kufitare anonime kemi hinë Jugoslavi, ka Maqedonia. Historie interesante. Këtu është lidhja zyrët LDK-s para luftës, ku kemi pas vend takim pikrisht me aktivitetet të politike që i kemi zhvillu në atë vakt. Të lidhjes demokratike. Lidhjes demokratike, unë e mandej me demokraciarë kemi qenë të koordinuar me kryesinë e lidhjes demokratike, sepse nuk o si tash. Atëherë ka natyrisht, ka funksion ndryshe. Kemi qenë të bashkë, çdo punë kemi kryer bashkë.
Po. Për shembull, unë një kohë gjatë kom punu dhe Këshill Drejtave. Gjitha informacionet ja kom dërgu Besës. Kjo ka ona e veti i qojke, unë i qojsha me telefax BCSADEM. BCSADEM me nëzërin, me girma tim të në fund i përshkryj ke rastet e vrasjeve, të rrahjeve, çdo gjë ka shku. E këtu është një prej takimeve që kemi pas. Koordinuara mirë, me Vyde Saraçi është kjo, Zdia Pinjef. Po, patjetër. Edhe ky është një aktivist, më keq se s'm kujtohet emri. Kalojmë te fotografia tjetër, sa ngjarje interesante, doktor. Këtu është Bernard Benedetti, figurë shumë e njohur, mysafir nga Franca, i cili ka qenë aktiv në deklaratat e tij për helmime. Cili ishte qëllimi i kësaj vizite? Vizita ishte me koordinu punë me marrë ndihma. Ne pa të marrë ndihma që të rast, pa të pru një sasi ndihmave, po këshirëshim me mujtë me sjellë prapë. Edhe domethënë Agroni është drejtor. Këta tjerë ishin Rushdi Sefa ka qenë gjithashtu. Ky njeni është përkthyes i Joni, tjetri është po ashtu i Francës. Ky tjetri s'm kujtohet, edhe ajo është franceze. Mision i rëndësishëm. Misione shumë të rëndësishme, shumë. Fotografia tjetër ku do të na shpije mirënjohje ushtria shqirimtare e Kosovës. Po. Zona operative Dugagjinit, shtabi UÇK-s Baballash. Po. Pse e morë këtë mirënjohje? E mora këtë mirënjohje sepse u çmu kontributi im gjatë luftës. Do të thotë disa raste kom intervenu të ushtarë të plagosur, disa ma let, disa maron, edhe për fat që nuk harron gjanat, po edhe është një mirënjohje e cila me trashëgim për gjeneratat e ardhshme të familjes sime, për nipa, për stërnipa më vonë, që të shohin kush ka qenë. Se ndoshta secili kontribut e ka vlerën e vet, por ky me ushtri ndoshta është shumë më i rëndësishëm. Është shumë i rëndësishëm. Ju tregoj një rast. Thirrri Ilir Beqiri në telefon në repartit kirurgjisë, unë në repart të Orlës në spital, tha të lutem sa ma shpejt shkon në shtëpinë Femi Vulës. Po. 98. Edhe ma mur mendja, pra fërsisht që diçka është, kur shkoj e shoh një ushtar tu që i kishte të ra vesh i det e krahu këtu, kret kjo pjesë një lëndim i rond me granat. Edhe më njerë do më dhoni ju përveshën punë se restaurova komplet e qepa. Edhe mas që e kreva punën, i thash mirë bre, unë se kom të kjarë diçka. Ha, doktor, thash që sharrit e marrë për ere kësë keqe dhe këtu. Në këtë gjendje, po. Këtë gjendje. Tha, këshu është atë ladë për drejtare. Tha, gepeki është plot dinamit. Tha, mina pas zonë, tha ishim shku hava. I thash, ta di për nërë, që më të rëgove mas që e kreva punën. Se kishë. Filloj me qesh edhe ka pështu ai ushtari dhe është këthy i sigurt. Këta ma ka konfirmu Ilir Beqiri, ka qenë në kontakt me ta, po. Edhe qështu. Këtu është David Katër. Këtu është David Qeter, gazetari Sky Newsit, me datën 13. Me datën 13, shumë herë kom bisedu për këtë temë. E vërtet. Me datën 13 i kom pa dy makina ushtarake të hinë në Gjakov. Edhe me dy vajza të fqinj aty, kemi vrapu shkallë prej katit 5, zbritën poshtë, 8 tyrbja sheshë fqetit, 8 rakan që si ka qenë atëhere, ato makina të futën në Gjakov edhe metëm vetëm, për disa qaste kemi vetë vetëm. Thuse ranë prej qelit për një kohë shkur të bon 200-300-500 vetë. U rrit numri. U rrit numri, ishte shumë rrezik i madh sepse ishim të policia do autobusa me asi dyrë si harmonik që janë. Po. Edhe ishit të na vështru neve, do të thonë rrezik shumë jashtëzakonisht i madh. Për një moment ka ardhe një makinë pres, do të thonë shkruante, ishte David Qeter dur për i makinës, unë e njifsha këto, se ky
vazhdimisht është lajmëruar prej vijave të fronteve, Frontit, ka po. qenë në boll vazhdimisht, edhe i ramën qafë gjithë tu përqafu tu, sidomos fëmijët Një emocion, besoj, emocioni i jashtëzakonshëm, sepse ishin dallandyshja e parë e lirisë. Sa bukur e quani, fiks Po si dallandyshja e parë. Edhe na pitërgojmë, i thomë që ende është tu kallë Gjakova ditë me 13, Gjakova DJ në 4 antë. Bile dhe kanë vrar njerëz. Edhe tha çka mund të bëj për ju. Kërkesa jonë e që aty në Gjakovarëve shka ishim, se është edhe video, Po. ishte që sonte patjetër me intervenu sepse jemi në rrezik të madh. Ky e ka kthy makinën, njëra prej vajzave, Kaltrina, hypin në makinë me të, sepse njeh ka anglishtën ajo. Edhe ishte rrezik edhe pse ka hypa në makinë sepse u shishin serb të armatosin paramilitar rrugës, kanë mujt me zbride me ekzekutu. Ky ka shku pastaj në Rogov, ku ishin stacionu këta, ka bisedu me David Qetirin, me Del Vecchion, ky është generali komandanti i KFOR-it italian, ky është përkthyesi. Edhe ja ka përcjell do të thotë Informatat që i morri te ju. Informatat që i morr prej nesh. Edhe ka hezitu për një arsye sepse ura e fshajt ka qenë e bombardume. Edhe e kanë verifikuar edhe një herë a mund makineria luftarake e NATO-s Me te kalu. Me te kalu. Kur e kanë vërtetuar si ka mundësi atëherë, ngjarje historike edhe kënaqësi më të madhe nuk kom pas një jetë teme gëzim më të madh me prek historinë. Historia në si rast të preket. Na lexojmë. Plestan na kanë shpjeguar për luftën e dytë botërore. Por thjesht një kthes, ju përmes këtij gazetari keni bërë një kthes në Gjakov. Është bërë një kthes e madhe sepse e kuptoj Del Vecchio që është çështje shumë serioze. Sakt. Çështje shumë serioze se këtu është data 14. E nesërmja. E nesërmja dulem, masi shkoj kolona e gjatë e automjeteve, e traktorave, e banditëve sërbë, se këshin vjedh në për shtëpit tona. Me 13 këta vazhduan, me 14, po? Jënë rendit në për rrugën kryesorë, prej Pallatit Kulturës e dete Shashria, atje ka qenë kolon e automjeteve sërbe të i bartë plashkat e luftës. Kur ka shku edhe automjeti fundit, atëherë kemi dalë na edhe çfarë entuziazmi, çfarë fuqi që flet vet. Fotografi sa jo 1.000 fjalë, por sa 10.000 fjalë. E vërtet. Shpëtum pas një ngujimi, nga thikat. 78 ditësh, Gjakovarët se harrojnë ndihmën e një gazetari dhe një komandanti të KFOR-it. Gazetar këtu ishte i lutur këtë historinë që na thatë, si duket, po reagimet e banorëve të Gjakovës, sa e bukur kjo. Unë kom bë asambles Gjakovës kërkesa 6 vite me radhë për ta shpallë qytetarën deri. Kërkesa ime është refuzu. Me ardhen e Mimozës, kërkesa ime u realizu. Me 24 prill 2014, David Qeter u shpall qytetar deri i Gjakovës. U realizu një dëshirë e jotja po e merituar për gazetari. Jo veç e imja, po e kretë qytetit Gjakovës, sepse ne jemi shumë mirë njësë ndaj këtij personi. Ndaj asaj historie që... E kreu një mision të jashtëzakonshëm. E vërtet. Agonia Shpresa, një libër cilës ju qasët jashtëzakonisht bukur. Libri është përmbledhje e shumë ngjarjeve, do të thotë, edhe tu ja fillu prej luftës, ka shumë edhe zhvillimeve që ndodhen, zhvillime politike të pas luftës, që në pas shëru, nga këndvështrimi im, edhe elemente, kësi argumente edhe dokumente shumë sekrete të cilat mi pat dorëzu pikrisht Anton Dolenci, për i shoqatës mjekëve të Serbisë, aty të rëgohet qëllimi pse u përzun
profesorat nga fakulteti i mjekësisë, ka fakulteti Se ndodhen këto. studentat, aty i quajnë fëmijët tonë aktor të kanës, Duke vuajtur me shëndetin. Po, total me ne, edhe ofendimet rana për stafin profesional të mjekëve, irdentista, nacionalista, 1000 zeza, edhe aty u mur vendimi që të largohet Alush Gashi, domethënë prej dekanit. Kjo ishte uvertyr për atë që ndodhi më vonë. Sepse po të ishin luftë me një shëndetësi të organizuar e mirë, dihet rezultatet. Kishim me pas shumë pak të vdekur asi. Këta shkatruan mjekësinë edhe me një traumë, si thoni, shumë të vrame, domethënë. Filloi rrëzimi i kockave. Kuptohet. Kalojmë te fotografia tjetër. Këtu Bacazaj. me Bacazaj, E ke edhe aty te kopertina e pash. po, me Bacazaj e fotografi. mblidhin shumë kujtime sepse kemi qenë bashkë veprimtar. Po. Me Bacazaj kom qenë edhe në të ashtu quajtur shtabi i luftës, Këshilli Komiteti i Mbrojtjes për qytetin e Gjakovës, Po. kemi qenë 11 vet. Në mesin e tyre ka qenë edhe Bacazaj, edhe kemi zhvilluar veprimtari paralele pandam sërve. Domethënë, edhe për mbrojtje, edhe për bujqësi, edhe për arsim, çdo gjë është organizuar përmes atij shtabit. Ka qenë fat i madh që nuk është dekonspiru asnjëherë shtabi. Domethënë kemi punu edhe nuk është dekonspiru. Jam shumë krenar që kom qenë pjesë edhe kom punu me ata njerëz të respektuar, të nderuar, të cilët për fat keq pas luftës ranë harres. Herdo kur do duhet ata njerëz të marrin meritat e veta, të përmenden që kanë kryer misione të jashtëzakonshme. Suksesshme. Në atë kohë, Në rrethana të vështira, kjo është e kur rëndësishme. Po. brenda një jave 2-3 shqiptarë u likvidoshin prej udbës. Kemi qenë rrezik jashtëzakonisht madh. Tash prej këtij këndvështrimi sot është shumë lehtë. Mirë po atëherë ka qenë. Rrethana të ndryshe. Më kujtohet një fjalë e Mazlum Kumnovës, i cili po ashtu ka qenë me ne në shtab, kur thot mi marr krejt aktivistat sa jemi me kombi muin Me mbledhje. mbledh. Kemi qenë pak se ishte situatë shumë e vështirë. Guximshme me u marr me këto Po, aktivitete aso mandej kohe. u hap rrjeta dhe fillu me regrutu njerëz, rini, aktivista edhe dihet gufoj në fund. Qa flet kjo foto? Kjo foto flet që kom qenë një bab jashtëzakonisht i gëzuar me linjën e vajzës Medlinës. Mas 10 dështimeve, 10 dështime më ka ndodhur, ma në fund lindi Medlina. Është gëzim jashtëzakonisht i madh. Edhe kjo është hala pa bërë një vit, më duket, ndoshta po. Doktor, si ke përjetu ato dështime? Ato dështime kum përjetu shumë rënd, po për shoqen ka qenë edhe lëndim shpirtnor edhe fizik. Nga se foshnjët, përmendoj ato embrionet, edhe fetuset u deshke me nxjerr me operacion. Tash muni me paramendu 10 herë. 10 E njëjta luftë. 10 herë. Unë tash i hina në hak edhe shoqës se dhe tash se përmenda, sepse pat siaset temash, po. edhe shoqja për mu është një heroin, edhe nuk kemi hek dorë asnjëherë për të pasur fëmijë. As ajo. Ju ka mbajt ajo, s'keni dasht me heq dorë. Absolutisht. Absolutisht. Po. Absolutisht. Fal kam nguljes saj edhe times ne kemi arrit me pas fëmijë. Se dikush tjetër ndoshta ishte dorëzu, ka raste kur nuk ka vezë, kanë shku se cilin anë e vetë. Mirë po, në asnjë moment nuk kom menu që të ndahem prej shqipës për shkak të fëmijëve. Kom qenë optimist, edhe optimizëm u shpërbly, domethënë erdh e para erdh Medlina, mas Medlinës erdh Betimi, mas Betimit erdh Poema. Janë pasuria ma madhe imja, e familjes ime. Besoj kjo vajza Medlina ka qenë Vajza Medlina, kulmi suksesi. unë
e kom pagzu me emrin e Madeleine Albrightit. Po, tash e kemi këtu fotografinë që familja Bardhi dhe zonja Albright, Prishtinë. 4/7/2005. Kësaj zoje ne kur s'mund t'i dalim hakut të ndjerës tashme. Sepse fal kësaj, mas pari Tony Blairi, njeri i parë është Tony Blairi. Kjo është e dyta edhe Bill Clintoni i tretë. Kjo treshe e ka kry punën për me ardhë djetë e bombardimi. Edhe unë i entuziazmuar me figurën e saj, kur më lindi vajza mas 10 dështimeve, s'kisha tjetër qysh me ju falendëru, e falendërova me pak zim të emrit Medelina, që erdhë pas 10 dështimeve. Edhe sarë ka ardhë në Kosovë, kjo është taku me ne, fatkeqësisht herën e tretë Medelina kishte anatomin, provimin në Tiranë, edhe nuk mujti më ardhë mu taku herën e fundit, mas një kohë vdiq ajo. Kështu që ka peshë jashtëzakonisht madhe, që këtu takimin kur Medelina ka qenë maturante, aty ka qenë shumë e vogël. Unë një dhuratja përgatita, edhe shumë falendëru se ishte për fotografinë që ja dhash, edhe librin ja kom dhonë, edhe libër e përshkruaj. E ki përmend. Po, e kom përmend, pa tjetër. Që Medelina maturante rritur aty. Sa e bukur, kalojmë të fotografia tjetër, shumë emocione këto fotografi, flasin vetë. Jashtëzakonisht. Këtu ishte një takim në Hotel Pashtrik. Po. Ishte një kërkesë e imja që pikrisht Diogardit t'ja prej flokt. Me personalitete. Me personalitete edhe prap në të frymen e mirë njohjes dhe falënderimit. Mirë po nuk ndodhi ajo që pritësha, isha shumë kam guls, po nuk ndodhi, edhe i thash se këta marrin shumë seriozisht punën, thash ti e i lirun për gjitha obligimeve nëse ja prejnë flokë. Une jam gjendje materiale të mirë, s'ki nevojti mu brengos që duesh me shkollu apo jo, jam apo s'jam. E kuptova, thjesht e kuptova se mirë po një libërja që kësh shkru këja ja dha dhurat Medelinës. Çka ndodhi këtu? Tu e pa atë kam gulljen time dhe qëllimet e mija, Luan Bukolla, Luan Regjepi, i ka linë në New York, i babajt Bokës, djeli Sali Bukollës, e nëzurë situatën për veta, doktor anë pranon për kumar. E kënë një letësimi madhë, se tash isha betë. Shumë interesant. Shumë interesant. I thash, po si së pranoj për burë, edhe e burë për si për edhe bu kumari, a për u flokët Medelinës. E së datë ditë një kemë kontakte me Luanin, Luan Bukollën, shumë respektohemi. Edhe qështu historia, qështu fotografie. Interesant me këto kërkesat. Prap na doli. Po, Sali Berisha. Edhe përkundër shumë vrejtjeve, shumë deklaratorave kontraverze të miqve dhe armiqve që i ka kjo njeri, unë e konsideroj që është një patriot i madh, një njeri shumë i madh për kombin shqiptar. E nëzë historia do të jep vlerësimin definitiv. Këtu më ka ftu në zyrën e vetë në vitin 2014, një vjetë mas i hupi pushtetin. Edhe i evokum ato kujtimet që ju të rëgova pak më vonë, saj përket rrezikut që nuk ka nësë, kur u shpalla non grata në Shqipëri. Që erdhen dhe ju lejmëru njërës të ti. Po, ka qenë rrezik të madhë, ki pas fat madhë që ke ikë, tha se sigurimi shtetënor kishë mujtë me likvidu. Ka qenë fatos klosin atë vakt, edhe u prekën shumë që ju shajta komunizmin. Mirë ki bë. Këtu është një profesor suedes, i cili është marrë shumë me helmimet. Po. Ka qenë 2 herë të unë në Gjakov, e kom pajis me dhana sakta. Edhe të kongresit, edhe të... Gjitha e kom fotokopiu dhe ka marrë. Mas një kohës shkurt e ka bo librën,
sëmundja mistike, është edhe në gjuhë shqipe dhe në gjuhë angleze. Shumë e falenderoj post mortum, ka punu ma shumë se disa shqiptarë. Ishtë çështja mja financu librën. Unë një pjesë e financova. Mirë, por nuk kisha takat me financu shumë. Krejt. Edhe kishim një konferencë të mjekësisën Prishtinë, thom ministrit të asaj kohë të shëndetësisë, thash, a ka mundësi me financu Vasenjusin për këtë libër? Për botimin e librit, tha, financo vetë, thash, unë një pjesë ja këmë dhonë, në mënyrë shumë naive, në mënyrë shumë cinike, më tha, edhe se arrejat atë përgjigje kur, jo profesionale. Shumë e verë ronë. Që ato thash, ma shumë ka punu kë, se sa disa shqiptarë. Shumë e keqe kjo. Ministri shëndetësisë me dona si përgjigje. Këtu do doja dilja. Ignorante edhe përgjigje cinike. E pa besueshme. E dhimshme. E dhimshme për njerëzit që punojnë, e çfarë thona keni mbledh materiale, ndërkohë që pa disa herë ka ardhur këtu në Kosovë, sa ka propagu çështjen e helmimeve. Këtu ka qenë promovim, më duket i Jusuf Buxhovit, mos u gabosha, edhe jo me dy persona shumë të çmuar, zgjën emocione. Vërtet. Shumë i rishkoj. Është... Jo, s'kam koment. Shumë e dhimshme. Një djallë si ky, rrallë lind, talent, njëri i ndershëm, i zgjut. Faleminderit për këto kujtime kaq të bukura, për personalitetin që të njëjtin mendim mendojmë të gjithë ne që e njohëm. Kalojmë te fotografia tjetër. Këtu, si kryetari Demokrishtianëve, mas disa viteve më dhani mirënjohje. Po. 50 Nushi ishte prezent, edhe Lulzim Bashdare, ky tash jeton në Francë. Është një djalësh i cili shumë e çmon punën time. Sa e mirë. Më një farë kohë, kur unë nështë kish disa vite, mas luftës dhe fjalla që isha nda prej aktiviteteve me Demokrishtian, më ofroj postin e drejtorit shëndetësisë, se këta ishin koalicione. Po. I thash, Lul, unë të falenderoj shumë për këtë ofertë mirë, po nuk e ka bedhë më aktivizu në politikë. Për fatë keq ma vonë në zonit aksirati, edhe me parti politike. Edhe me parti politike më zgjodhen në kërë. Unë me iluzionet që do të në ndimon. Po, natyrisht. Si e shisha figurën, është për të respektu buxheti. Është njeri i madh, ka kriju pasuni, ka kriju do veprat mëdhaja, edhe të jashtëzakonshme. Po. Mirë po, isha pak naiv, mendojsha që do të investon shumë edhe në Gjakovë, kjo ishte arsyeja pse u rikyqe në një forme. Dy herë kanë ardhur prej Prishtinës, bile Sadrera Maboja më kujtohet. Po. Kitë falja për kryetarit, bishti mund është më në vledh vota, ma mushën mendën. Edhe për kundër dëshirës, ju thomë sinqerisht, nuk desha mo me u marrë me politikë, ajo para luftës ka qenë diçka tjetër. Dhe thona tjera. Kjo mas luftës... U bo, jo shumë, që shë donin të gjithë. Faleminderit, kalojmë të foto tjetër, edhe këtu personalitete. Jemi në Gjilan. Po. Jemi në Gjilan në konferencën e lidhjes shqiptare botnore. Simoni u shkarku prej detyrës. Po. Edhe u emëru kryetar Nazmia Kurti. Une isha i ftuar si aktivist edhe veprimtar i njoftun që më njeh Simoni prej Zagrebit, edhe këtu, edhe më ofroi të jem antar i kryesisë që këtu kum refuzu bile me të hotri. Që ish bre doktor Gazmen ky Esat Stavileci.
Po. E refuzova sepse isha me obligime profesionale dhe familjare. Po dhe e kishet pa mundur kontributin me sukses. Nuk du me hy dikon kur jemi vitur që s'muj me kontribu. Nuk e ka mua forcën edhe energjin kur kam qenë i ri. Ju tregova edhe parës. Natyrisht, edhe familja ka obligime shtesë. Kalojmë te fotografia tjetër. Këtu isha mysafir në Koha Vizion, edhe zbrita poshtë për kafen në bife, takona me Ali Podrimjen, të ndjerin, 2 javë para se me vdek. Për më të rëgën të kam e shku në Francë, tha dhe disa ditë, dhe më thonë, 2 javë rrumullak i ka pas para se me vdek. Shumë më keq. Emër i pendës. Lumi. Baba i lumi, kështu e thanë edhe Franca kur vdiq. Shkoj e vdiq në vendin ku i ka vdek edhe djali është. Jënë gjana të habitshme, jënë gjana mistike, misterioze. Po dhimbjen për djalin ky në Bargje jashtëzakonisht bukur e ka të shprehura. Mënyrën se si ai komunikon me djalin përmes fjalës së shkruar është e manitshme, është një varg i arrir. Unë herën e parë kur kam lexu nuk kam mujt me lexu për lotëve. Po s'mundesh. Sa herë ta lexon është. Herën e dytë po ashtu kam qajt, po ndryshe është një margaritar ku mundet një njeri me intelekt jashtëzakonshëm. Pajtohem plotësisht. Këtu është doktor Hasan Jakupi, që e pam në fotografinë e parë kur ishim kujdestar, edhe ky është anesteziologu jonë ku punojshim privatisht të doktor Hasani Hilmi Havolli. Pse ky takim ju lidh diçka ky takim? Po çdo diell kam shkuar në Prishtinë dhe kemi operuar së bashku estetike të hundës, sinusa. Po. Domethënë lamis rinologjisë më shumë. Aty më koni përcaktuar më tepër, sepse tonzilektomi bajamet edhe vesht kanë komplikime, kanë për shembull nëse mirësh me tonzilektomi bajame, ki gjakdera dhe është problem transfuzionit. Po. Kështu që kemi pas operacionet estetike më shumë primare, me veshje marrën në Gjakov, me hund kemi punu në ekip, me anesteziologun, me doktor Hasanin, edhe shumë figura nga estrada edhe nga politika në atë vakt, vish ne kemi qenë, vish ne dy kemi operu. Jemi marrë me këtë. Tash ka me 10, mësëm nështë me 100. Sa të duash? Shumë jenë bo, kirurg estetik jenë bo shumë edhe të gjithë punojnë për bukuri. Knasna, kur t'i shof punimet që i bojnë. Knatësi kur sjellin një duke ndryshe të pacienti. Shumë e mirë. Këtu është një vizitë që i kumë bo profesorit shumë të çmuar, shumë të respektuar, të doajenit të ORL-s në Fakultetin e Mjekësisë në Prishtinë, themeluesit katedrës së ORL-s, Talat Pallaska. Talat Pallaska ka qenë një personalitet me pedigre, me taban, edhe ka pas një respekt jashtëzakonisht madh. Edhe këtu, pas një viti, ndroi jetë profesori, edhe mirë që përjetësova këtë moment me këtë fotografi. Jemi lumtur. Po. Kalojmë te foto tjetër. Këtu jem me familjen time të dashur në Drilën, Shqipëri. Këtu është shoqja ime, Shqipja, heroina. Sa bukur e thoni. Është heroin. Këtu është Medlina. Edhe kjo është heroin, se i ka pri. Medlina... Suksesit. Medlina tash është doktoresh, është specializim në Tiranë, Lamin teme. ORL në ka marrë, edhe është një otorinolaringolog më i mirë në Shqipëri. Alfred Aga mirët me kirurgji është jashtëzakonshëm, Betimi ka diplomu para një muaj, vajza që këtu të diplomimi djalit, me 25 nëntit, poema është në vit 2 stomatologji, në gëzën çdo ditë me dhejtë që nënë që është ekselente. Krahas krejt këtyre sukseseve që i pam sot, jemi në fund doktore dhe veç që kemi përmbyllur këto 60 minutshin, çfarë mësove nga jeta me
me gjithë këto angazhime, e krejt në fund edhe jetën me bashkëshortën që ju e quani heroin. Një lusë Zotin më mbrojt prej korisë. Mas mu ballafaqu me gjërat e cilat njeriu i bën her me vetdije, her pa vetdije. Ato me vetdije janë më të rrezikshme, janë më të ulta. Pse e them këto? Sepse do të lënë pasardhës. Unë për ditë, djali im, për shembull, tash që punon me mu, nga goja pacientave krenohet çka dëgjon. Ajo është një satisfaksion për mu që kom punu drejt edhe kom qenë rrugë drejt. Shumë e vërtetë. Përkundër, ndoshta se për gjithë kënd s'ko mujt me qenë i mirë, unë prapë e një veten, dhe më thonë, në nivel shumë superior saj përket karakterit tim. Nuk jam dorëzu në asnjëherë, edhe pse kem pas presione të jashtëzakonshme, jeta më ka mësu, më ka skalit me këtë personalitet që e kom tash. Edhe nuk besoj tash në pleqëri që mund të kuritem. Primare për mu gjithmonë ka qenë, njëherë ka qenë kombi, atë dheu, mandej kur merdhen fëmijët, është bë familja, tash janë dyjat. Edhe pse nuk jam direkt i aktivizuar në rrjedhat politike, edhe adhetare më shumë mujë me qujt, une vazhdimisht shkruaj komente, reagoj, debatoj në rrjetet sociale. Faleminderit shumë. Shijova këtë bashkëbisedim me ju, shëtitëm në për shumë ngjarje që ju kanë shoqëruar, lam pa thënë edhe shumë të tjera gjithsesi, sepse keni vërtet një veprimtari të gjerë, por gjithsesi uroj në një moment të dytë të flasim për pjesën tjetër, sepse ju do të vazhdoni të merreni edhe me punën tuaj të përditshme dhe do ta kemi edhe një moment tjetër. Suksese fëmijëve, atyre 3 doktorave të cilët ju po i plotësoni gradualisht profesionalisht. Në familjen time, të më thënë tash i kemi 5 doktor. Po. Bardhyli vllau e ka djalin e madh Norikun, e ka djalin e dytë Trilonin, mjek, Medlina, Betimi edhe Poema së shpejti. Faleminderit shumë, kënaqësi me gjithë këta mjek. Po taku me... Po. Uroj më të mirat për ju. Faleminderit për ju që më dhat mundësinë me i shpalus me shumë kënaqësi. Kujtime. Kemi përmbyllur këtu diskutimin me doktorin Besnik Bardhi. Faleminderit që na ndoqët, vazhdoni të na shkruani, të propozoni kështu emra, sepse kjo është e mira gjithë këtij emisioni. Ju propozoni dhe ne u asillim në studio. Mirëmbëjtje dhe takohemi të martën e radhës.